Çarçafi i gjatë i shkruar nga Ilir Meta në qelinë e tij në paraburgimin e 313-ës nuk e ka çuditur shumë opinionin. U komentua pak ose as pak në media, kur në fakt vetë dëshira për të shkruar nga dikush që prej kohësh e urrente penën dhe bojën është lajm në vetvete. Ndërkaq lajmi tjetër ishte materiali i gjatë i Ilir Metës ku rrëfente vërtetën e tij për 21 janarin. Ish-presidenti nuk flet fare për atë çfarë ndodhi më 21 janar 2011, por vetëm për ngjarjet që paraprin atë ditë, kur protesta shpërtheu si reagim ndaj çështjes së videos me ta prifti. Në shkrimin e tij të gjatë dhe të kujdesur nga ana gjuhësore, Ilir Meta përpiqet jo vetëm të rrëzojë faktet që shqiptarët i kanë parë në videon e famshme, ku imazhi i tij ra përfundimisht për tokë, por edhe të paraqes vrasjet si një pjesë të një plani të përgatitur më herët. Një konspiracion tipik alla toka e shesh, sepse duhet një mendje vërtet gjeniale për t'i besuar versionit se vrasjet ishin përgatitur nga persona të lidhur me Edi Ramën, ndërkohë që u kryen nga gardistët dhe truprojët e Sali Berishës, i cili më pas i mbylli në kryeministri, ndaloi prokurorin, fshiu serverët, pengoi drejtësinë dhe kërcënoi kryeprokurorin dhe presidentin. Pra e vërteta e Ilir Metës nuk është as ndonjë pasion i rishfaqur për ta thënë më në fund pas një jete të kaluar në gënjeshtër as një lajthitje e radhës, me cilat ka argëtuar opinionin për vite me radhë kur hipte mbi skela Maja dhe Hekura. Lepuri që fshihet në shkurrët e rrëfimit të ish-presidentit për 21 janarin nuk është gjë tjetër veç se një kleçk procedurale për të shtyrë sa më shumë inkriminimin e pritshëm të Sali Berishës nga SPAK për këtë ngjarje. I gjithë ky rrëfim është shembull i klasik i djallit të fshehur në detaje, i përgatitur me kujdes nga avokatët e zgjuar dhe dinak të doktor Berishës. Nëse ndodhi inkriminimi i Sali Berishës përkatësisht shpallja e tij i pandehur dhe hapja e një dosje të re hetimore, avokatët do ta përdorin historinë e Ilir Metës në gjykatën e posaçme të paktën për ta shtyrë në kalendat greke nisjen e hetimeve. Një taktikë e përdorur me sukses edhe në rastin e dosjes Partizani, e cila megjithëse është hapur prej 3 vitesh ende nuk ka nisur të gjykohet. Ndërkohë gjithë pjesa tjetër e tregimtarit të rigjetur, përfshir 14 shtatorin 98 apo pas vrasjen e Azemajdarit, nuk është gjë tjetër veç se një garniturë e pjatës së madhe, ku asnjë pjesë nuk hahet me tjetrën sepse janë minutë të ndryshme. Problemi thelbësor është se Ilir Meta, si në rastin e 14 shtatorit, ashtu edhe në atë të 21 janarit, flet për situata që kanë ndodhur përpara një akti apo krimi shumë të rënd, qoftë sulmi ndaj institucioneve, qoftë vrasja e 4 qytetarëve në bulevard. Nëse Ilir Meta i paska ditur këtë ngjarje përpara, pse atëherë nuk i ndaloi ose së paku nuk u përpoq t'i ndalonte, sepse fjala nxjerr fjalën dhe faktet njihen. Kur ndodhi 14 shtatori, Ilir Meta i hipur në mjetet e policisë bashkë me Anastas Angelin, shkoi në Ministrinë e Brendshme duke deklaruar se shumë shpejt kryeministër do të ishte ai vetë dhe se Fatos Nano kishte ikur. Këto episode Meta nuk i përmend ose ndoshta i ka harruar. Megjithatë askush nuk i komentoi pasi si me komand debati u orientua ndryshe në mënyrë që të mos trembej lepuri i Ilir Metës në shkurrët e së vërtetës.